Sot filloi procesi gjyqësor kundër deputetit të Parlamentit të Kosovës Fatmir Limaj dhe 9 ish pjesëtarëve të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Akuza e cila i ngarkon ata për krime lufte kundër popullatës civile dhe krime lufte kundër të burgosurve të luftës, është mbështetur mbi të dhënat e një dëshmitari të mbrojtur i cili u vetvra në muajin shtator të këtij viti. Nga Prishtina njofton Leonat Shehu. Deputeti i Parlamentit të Kosovës, Fatmir Limaj dhe 9 ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës u nxorën sot para një trupi gjykues të përbërë nga 2 gjykatës evropian dhe një vendas në Prishtinë në një proces gjyqësor nën akuzat për krime lufte kundër popullatës civile dhe robëve të luftës. Akt akuza e cila u hodh poshtë nga të gjithë të akuzuarit i ngarkon ata për krime lufte kundër popullatës civile dhe krime lufte kundër të burgosurve të luftës, që siç thuhet supozohen të jenë kryer nga fillimi i vitit 1999 deri në mesin e qershorit 1999 në një qendër të improvizuar para burgimi nga ushtria çlirimtare e Kosovës, e cila ndodhej në fshatin Kleçk në Kosovën qendrore. Akuza ishte mbështetur kryesisht mbi dëshmitë e një ish pjesëtari të ushtrisë çlirimtare Agim Zoga, i cili që bëri njohur si dëshmitari X deri në muajin shtator, kur kreu vetvrasjen në Gjermani ku ishte dërguar nga autoritetet e EULEX-it në cilësinë e dëshmitarit të mbrojtur. Ai kishte mbajtur ditar ku kishte shënuar ngjarjet e përfshira në akuzë. Mbrojtja e të akuzuarve kërkoi që seanca kryesore për të akuzuarit të shtyhet për në muajin shkurt të vitit të ardhshëm, me që dokumentet që përmbajnë akuzën janë dorëzuar me vonesë palës mbrojtëse. Avokati mbrojtës i zotit Limaj, Karim Khan, tha se duhet më shumë kohë për të analizuar dokumentet kryesore. The critical witness in this case has passed away. We do not have the possibility. Dëshmitari kryesor ka ndëruar jetë. Ne nuk kemi mundësi që ta marrim në pyetje dhe është thelbësore që të kërkojmë prova themelore. Ky është një individ që ka thënë dhe ka pranuar vetë se ka qenë në një spital psikiatrik me qëllim që të kenë mbrojtje, pasi që ta ketë vrarë Fatmir Limajin. Ne duam ta shohim evidencën mjekësore, raportin e autopsisë, duam ta shohim se si është kapur, në çfarë kushte, duam të shohim letrat që ai ka shkruar gruas së tij dhe po ashtu edhe ditarin e tij, tha mes tjerash avokati Kan. Në fillim të javës pritet një vendim i gjykatës për vazhdimin apo shtyrjen e procesit gjyqësor. Më 22 shtator, zotit Limaj ju shqiptua masa e arrestit shtëpiak, pasi që më parë gjykata kushtetuese kishte nxjerrë një opinion, sipas të cilit deputetët nuk kanë imunitet për veprat e kryera jashtë fushveprimit të tyre. Më 30 nëntor të vitit 2005, gjykata ndërkombëtare për krime lufte në Hag shpalli të pafajshëm Fatmir Limajin, i njohur me emrin e luftës si komandant Qeliku, i cili në shkurt të vitit 2003 që akuzuar për përfshirje në krime kundër civilëve shqiptar dhe serb gjatë luftës së vitit 1998. Ai u prit si hero pas kthimin nga Haga dhe disa muaj më pas u rikthye në strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës të drejtuar nga Hashim Thaçi. 2 vjet më pas ai mori postin e ministrit të transporteve dhe telekomunikacionit. Në pranverën e vitit 2010, EULEX-i filloi një proces hetimesh kundër zotit Limaj në ndyshimet për korrupsion në ministrinë e tij, të cilat edhe më tej po vazhdojnë. Më herët zoti Limaj kishte shfaqur drojen se dyshimet e hedhura mbi të janë synime për mënjanimin e tij nga skena politike. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.